Dhe është edhe e bukur dhe fjala bashkësi. Do ta interpretoja bashkë si një, bashkësi. Jemi bashkë, për ngjajmë si një. Ja se do ta përkufizoja në fakt përkufizim në lidhje me shërbesat e kishës, jo përkufizim letrar. Bashkësi do të thotë çfarë? Bashkësi do të thotë janë ato lidhjet, janë ato marrëdhëniet me miqt që kanë të përbashkët unitetin në Krishtin. Edhe është mirënjohë Zotit, jemi mirënjohë Zotit për çdo lloj misie, për çdo lloj lidhje, për çdo lloj qoftë misi familjare, qoftë mes të afërmëve, qoftë mes kolegëve, shokëve, por ka diçka ndryshe. Kur dy miq kanë Krishtin në përbashkët, kur i lidh bashk unitetin në Krishtin, kanë bashkësi. Edhe shiko, në Bibël e gjen nga fillimi deri në fund, nga Zanafilla deri te zbulesa, fjalën bashkësi është kyçe për Perëndin. Është kyçe, uniteti, bashkësia, bashkë, është shumë kyçe. Kështu që mesazhin do ta ndaj në dy pjesë. Pjesa e parë se tush ana teologjike e pse së bashkësisë, edhe pjesa e dytë është ana praktike, si praktikohet kjo gjë. Edhe do shohim tre vargje nga Hebrejve 10 që janë shumë të përdorur kur vjen fjala te termi bashkësi, edhe është Hebrejve 10 vargjet 23-24, hajde lexojmë bashkë. Pali ose autori Hebrejve thotë kështu: le ta mbajmë të patundur rrëfimin e shpresës sonë, sepse besnik është ai që premtoi. Dhe le të kujdesemi për njëri tjetrin, duke nxitur njëri tjetrin, duke shtyrë njëri tjetrin për dashuri edhe për të bërë vepra të mira. Fjala shpresë, që është aty me të verdh, i referohet Krishtit, i referohet Zotit Jezus. Edhe ajo që tha më lart, shiko, bashkësia ka Krishtin në qendër. Ai na lidh bashk, prej ti mblidhemi. Ai është arsyeja e jetës, ai është thelbi i çdo gjëje, ai është sebepçiu. Është ai thelbi dhe sebepçia të çdo gjë. Vargu 25 thotë kështu: pa hequr dorë nga të mbledhurit bashkëtonin, sikurse kanë zakon disa, por të nxisim njëri tjetrin aq më tepër se e shihni ditën që po afrohet. Ja ku është fjala bashk. Pa hequr dorë, është ajo fjala bashk, bashkësi, edhe shiko, jemi bashk si një, pavarësisht se jemi mosha ndryshme. Kemi kalamet? Jo, kalamet si kemi, për Zoom atje të doma vetë. Kemi dhe para adoleshentët, jo, dhe ato i për Zoom, është Andi me Gjojnë, edhe përgjithësi jemi grup mosha ndryshme. Adoleshent, të ri, të rritur, çifte, shumë të rritur, shumë të rritur, pa thënë pensionist. Edhe pavarësisht se jemi në grup mosha ndryshme, jemi bashk si një, dhe kjo i pëlqen Perëndis. Ja të shohim me detajet e pasazhit e Hebrejve për gjithë psen e bashkësisë. Pse i pëlqen Perëndis të mbledhurit bashkë? Edhe së pari është sepse bashkësia është plani i Perëndis. Le të kujdesemi për njëri tjetrin, thot vargu, duke nxit njëri tjetrin për dashuri dhe vepra të mira, duke nxit njëri tjetrin, duke shtyr njëri tjetrin, që shiko, hajde, tash që u inkurajuam, hajde le të bëjmë diçka të mirë kur dalim nga ato dyert, sepse ne jemi duart e Krishtit. Krishti erdhi me një Zotit që Perëndia u bë mish, erdhi banoi mes nesh, edhe vuajti mori gjëra, mëkatet tona, smundjet tona, çdo gjë të ligë mbi kryq, u ringjall mas 3 ditësh dhe qëndron në të djathën e Atit, por kisha është trupi i tij. Edhe kisha janë këmbët, duart, syt, veshët, mendja, çdo gjë e Krishtit. Kështu që le të bëjmë, cili është misioni jon? Le të bëjmë çdo gjë sikur të ishte Krishti duke bërë ato gjëra. Edhe krishtërimi nuk është diçka që jetohet vetëm, është diçka që jetohet, përjetohet me të tjerë, nuk është. Shiko, si do ta krahasoja, nëse Danieli më jep ato fotot, apo i ke bërë ato fotot me AI, Daniel, shive çik këto fotot. Ngjan se kur është po është bërë me AI, po ngjan e lezetshme. Disa herë njerëzit mendojnë që shiko, krishtërimi është diçka që jetohet vetëm. Mjafton që kam Biblën, mjafton që Zoti me hirin e vetë më dha mundësinë që ta njihja, nuk më duhet më, edhe ngjan si ky burri me biçikletë.
Edhe duket si strapacim, si lodhje, sikur tash duhet bëj këtë, po duhet bëj dhe atë, po s'duhet bëj këtë, po s'duhet e duket sikur përpjekje, fuqi, lodhje e madhe për ta jetu jetën e krishterë. Kur në fakt krishterimi më shumë ngjan si udhtim me furgon. Nuk ngjan si ngjitje llogaras me biçikletë. Por ngjan si udhtim me furgon. Që do thot qarë, shiko, jeta me gjithmen ka ullje ngritje. Por ama është e bukur pse, e jetojmë së bashku. Jemi bashk. Studentët ishin dje të shtunën, ishin të liçeni Bovillës. Edhe nëse ti ke qenë ke liçeni Bovillës, gjysma e rrugës liçeni Bovillës është gropa. Edhe nëse ke gur në veshka, ta këshilloj si udhtim. Sepse nga kur fillon rruga me gropa, deri ku mbaron e sigur që të kanë dalë gurët. Sa herë më kujton rrugën ku shkonin për Shëngjergj atë rrugën e vjetër, që ishte kështu edhe ishte gjithë fshati, s'kishte asnjëri gur nga veshkat, ishte kështu. Por megjithëse është shumë e lodhshme ajo, siç ja thanë studentët. Thanë që u kënaqën shumë. Megjithatë ishte gjysma rrugës copa, edhe një pjesë ishte malore, por Bovilla ishte shumë e bukur. Ishte shumë e bukur, kishte një shkëm ku ngjiteshe me këmbë, u kënaqëm shumë bashk. E shiko, ky është plani i Perëndis, bashkësia, bashk. Jeta ka ulje ngritje, ka malore, ka sfida, pa i do që ta jetojmë bashk, edhe do që të përfshim të tjerët në jetën tonë, sepse besimi jonë forcohet dhe fuqizohet kur ndahet me të tjerë. Predikuesi thotë kështu. Ky është varg që përdoret për dasma shumë, por shkon edhe në këtë rast, dy vlejnë më mirë se një i vetëm, sepse kanë një shpërblim të mirë për mundin e tyre. Në fakt, nëse rrëzohet njëri, e ngre tjetri. Po mirë ai që është i vetëm dhe rrëzohet, sepse nuk ka njeri që ta ngre. Pra kjo është e parë, Perëndia që për fillimit do që ne ta ndajmë jetën me të tjerë. Kjo është bashkësia, ta ndajmë jetën me të tjerë. Dhe e dyta, bashkësia nuk është e lehtë gjithmonë. Ta themi troç për fillimit. Nuk është e lehtë. Hebrejve 10:25 thotë, pa hequr dorë nga të mbledhurit bashk. Sigurisht e kanë bërë zakon disa që kanë hequr dorë, por le të nxisim njëri tjetrin. Në këtë kontekst, kështu ishte. Disa s'po vinin më. Kishin hequr dorë nga të mbledhurit bashk. Edhe jo vetëm që kishin hequr dorë vetë, po kishin ndikuar dhe të tjerët për të hequr dorë nga të mbledhurit. Edhe gjithmonë kishin një justifikim pse nuk duhet të mblidhen më bashkë. Shiko, është e njëjta gjë edhe sot e kësaj dite. Gjithmonë mund ta gjesh një justifikim pse nuk duhet vish në kish, edhe sidomos në një kohë të bukur me diell si sot ke shumë justifikim mos marr kish. Sepse është mund të jesh në Durrës, mund të jesh në Vlorë, mund të jesh në Korçë, jo në Korçë mos shko ca ditë. Kur rregullohet rruga, shkem Korçë. Por shiko, ju keni zgjedhur për të ardhur këtu, edhe ti nuk kërkon justifikim për të mos ardhur, por kërkon justifikim për të mbledhur, sepse e di çat kërkosh, ke për ta gjetë. Ke për ta gjetë në 15 vite kish, ka pas njerëz që justifikosh, muzika është shumë e lartë. Thonin njerëz, duket një çik si tralala. Edhe një tjetër thonë të jeni shumë të ri, nuk ka familjar, nuk vi aty. Ca tjerë thonë, ka shumë familjar, nuk ka të ri aty. Ose shiko, nuk flitet shumë për Jezusin aty. Një tjetër thonë, po ju flisni vetëm për Jezusin, Jezusi. Shiko, nuk jeni shumë miqësor. Një tjetër thonë, jeni çik si shumë të afërt, edhe doni dini çdo gjë. E një tjetër tha, po ju jeni shumë hipokrit, nuk i bëni ato që thoni. Një tjetër tha, po ju jeni shumë të cegët teologjikisht. Një tjetër tha, po ju jeni shumë praktik. Një tjetër, e vërteta është, çat kërkosh, atë ke për të gjetë. Nëse ke për të kërkuar justifikime, do ta gjesh. Gjithkohës do ta gjesh. Ama nëse je duke kërkuar çfarë? Mundësi për të shërbyer. Nëse je duke kërkuar mënyra edhe metoda për të përfshirë, për të ndihmuar dikë, për të qenë mirënjohës, për ta fuqizuar këtë kish, po e gjetë çka vërtet, ke për ta gjetë. Ke për ta gjetë data, sepse shiko, bashkësia kërkon investim, kërkon sakrificë, kërkon përkushtim, sepse është
E njëjta gjë, për shembull, po mundohemi që për 10 javë rresht të bëjmë grupet e vogla. Disa grupet vogla kanë filluar, disa kanë kohën më të gjatë, por sugjerojmë që grupet e vogla të shkojnë 10 javë. Tash të shkosh te grupet e vogla është një farë sakrifice, është një farë përkushtimi, është një farë duhet me gjetë kohën. Sepse nëse nuk i gjej kohën, nuk do të jepet mundësia asnjëherë, nuk shiko, është por njëri tha, te grupet e vogla ndonjëherë nuk ndihem rehat, dikush tha, shiko, sepse unë u mërzita njëherë te grupet e vogla, edhe për shkak grupeve të vogla nuk do vi më as në kish. Si ti themon ti, I tha, shiko, nëse kisha është familje, qa ndodh kur ti zihesh me gruan? Ikën te gruaja kumshillt? S'le njëri është nëse kisha është familje, qa ndodh kur ti ke tension në familje? Ti shko prap shtëpi. Edhe zgjidh atë sfidën, atë gjën, nuk është ikja, nuk është zgjidhja. Është ne rrim bashkë edhe e zgjedhim këtë gjë, ose po kur mërzitesh me prindrit. A ikin të xhaja? A ikin të daja? Sigurisht që ka raste që çiftet ndahen fare me njëri tjetrin, ka raste që fëmijët nuk flasin fare me prindit, ka raste që vllai nuk flet me vllain apo me motrën, por edhe ka disa që e kanë bërë zakon këtë. Që për një gjë të vogël zihen çifti, grihen, ndahen. Ka disa që e kanë bërë zakon, që nëse u preket interesi nuk fol me vllain, me motrën, me tjetër. Por jo ne. Pse? Ne kemi zakonet tona. Cili është zakoni jon? Ne mlidhemi bashk, nxisim njëri tjetrin bashk, edhe shtyjmë njëri tjetrin në qarë për të treguar dashuri. Ato që morëm, shtyhemi, nxitemi për të shku, për ta bërë. Pse? Sepse është luftë shpirtërore. Është betejë frymërore. I ligu do mundohet t'i përçaj të dyja familjet. Do mundohet të përçaj familjen e vogël, me doje mas t'ja që anën, në i gërreq, në i hatërmetje, në i keq kuptim, në i gjë, edhe ta fusin ujtë nxehtë atë gjënë duke sigur është fundi botës, edhe njëjta gjë me familjen e madhe që është kisha. I ligu do mundohet të gjej diçka, në i lloj pakënaqësie ta fusin ujtë nxehtë, të duke sigur kjo gjëja është fundi i botës. Shiko, edhe e vërteta është që jetojmë në kohët që njerëzit po veçohen gjithnjëherë më shumë dhe ky është trendi, edhe pse jemi të lidhë në gjithë llojet e formave. Njerëzit jemi lidhë në sa? Kemi friendsa në Facebook, kemi followers në Instagram, kemi Snapchat, kemi TikTok, e flasim në WhatsApp, por jemi njerëzit më të izoluar që kanë pas shekull më para. Një i ri, afërsisht ka 250-300 followers ose friends, edhe në një anket që ishte bërë, u pyetën këto të rinj, sa nga këto followers aty ke friendsa? Edhe 25% thanë, asnjërin prej tyre. Asnjërin prej tyre nuk kaloj kohë, apo nuk pi kafe, apo nuk i takoj rregullisht. Shikoj, jemi të lidh nga media sociale, por nuk jemi lidh me njerëzit prej vërteti. Me njerëzit për vërtetë, edhe i ligu çfarë do bëj? I ligu do mundoj ta shfrytëzoj këtë gjë. Ti zjarri dhe ta zmadhoj që është më mirë ti jesh vetëm. Por s'është më mirë ti jesh vetëm, sepse Zoti tha, nuk është mirë që ti jesh vetëm. Në asnjë dimension nuk është mirë që ti jesh vetëm. Pra ne dim hilet e djallit, sepse 1 Pjetrit 5:8 thotë kështu. Kush e di përmend ç'të vargun? Jini të përmbajtur, thot Pjetër, jini zgjuar, thot, sepse kundërshtari juaj djalli sillet rreth e qark si luan vrumbullus, si luan i turbum, duke kërkuar cili mund të përpik, cili mund të dëmtoj, cili mund të largoj, cili mund të azmadhoj atë hatërmetjen edhe atë gjën. Edhe kjo është reale në familjet tona të vogla, është reale edhe në familjen e madhe, por ne s'to heqim dorë. Pse? Sepse dim që bashkësia kërkon investim, kërkon një lloj sakrifice, kërkon një gjë që pritet nga ne për ta bërë. Edhe së treti, bashkësia është zgjedhje. Që te njëjti varg, Hebrejve dhe 25, ka një por aty në mes që thot, pa hequr dorë nga të mbledhurit bashkëtonin, sikur se kanë zakon disa, por kjo është zgjedhja jonë. Disa bëjnë kështu, ne kemi këtë zgjedhje.
Edhe ne do bëjmë këtë zgjedhje, do nxisim njëri tjetrin. Aq më tepër se dim që dita por afrohet, kështu që le të zgjedhim për të mos heq dorë nga të mbledhurit bashk. Edhe nxitja ime në këtë kohë që fillojnë grupet e vogla, nxitja ime do ishte jo vetëm të dielën le të mblidhemi, një pjesë e një grupi të vogël.